Ndoshta një nga bisedat më të rëndësishme që kemi zhvilluar, kontrata më e madhe e lobimit. Kështu flitet paktën në Tiranë. $6 milion. Por pyetja më e madhe edhe dyshimet që kanë lindur nga Tirana nuk janë për lobimin i cili është i lishëm në Shtetet e Bashkuara, por për parat ku janë gjendur ato. Duke qenë se ju se keni lexuar pjesën e kontratës, por ne do të trajtojmë çështjen njohjen, pra edhe bisedën, edhe atë që keni pasur ju me zotin Seci, njohjen e vjetër, edhe bisedën e parë pas qarkullimit të lajmeve, pra pas daljes së lajmeve për kontratën e lobimit. Si e njihni ju zotin Nureddin? Çukur prej ku e njihni, me çfarë merren Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Nureddin Seci ka qenë banor i qytetit Baramcuri, mbaru shkollën e Institutin e Fiskulturës në Shqipëri, ka qenë përgjegjës i klubit futbollistik Valbona për një kohë, ka qenë ndër alpinistat e parë në Shqipëri, ka marrë disa medalje, disa çmime, ka ndihmuar në çështjen shqiptare edhe këtu në Amerikë sa ka qenë koha e luftës, ka qenë edhe në Kosovë disa herë i ftuar si njëri i nderuar, i respektuar. Po në Shqipëri, në mos gaboj, e kanë nxjerrë elektricist, jo profesor fizkulture. Në Shqipëri ta ndryshojnë emrin, mas pari, unë i pash sot mediat, Seçi. Këtu kur vim në Amerikë, unë e kam pas emrin e mbi emrin Sadri Kortoçi, me ç. Po. Sadri për shembull është pak e vështirë për amerikanët me prononcue, edhe me shkruajtë, se nuk është emri në gjumë. Këta janë mësuar me emra Brian Smith, Ryan James e kështu. Kur vjen në Amerikë, momentin e parë që kur futesh në aeroport ose dikush pyet, thotë si e ke emrin? Can you spell it for me? I thua S, edhe ja bën një krahasim me një diçka që amerikanët e njohin. Sam, Sadre, means shkronja parë Sadre. A, Apple. D, David. Domthon nuk ka gabime në emra. Që nga fakti që media shqiptare thonë Seçi, ti ke ndryshuar personin zotnis, është një lloj sikur ti ke dylber edhe me ta ndryshuar shkronjën e parë e me ta bë Byber. Por pra ai është Seçi që ka nxjerr media, është tjetër. Nuk është, ata për të njëjtën flasin, po ja kanë ndryshuar mbiemrin. Nuk është Seçi, po është Seci, Nureddin Seci. Pra thelbi është që është njëjti person, po është profesor fizkulture tani, ka punuar në Shqipëri apo elektricist? Ky ka punuar në Shqipëri, ka pas profesori i tij ka qenë, edukimi i tij ka qenë profesor, ka marrë shkollën në Institutin e që ka qenë fakulteti i Kesti një detyrë, si ka qenë ajo Instituti i Fiskulturës. Atëherë ka pasur Instituti i Fiskulturës. Ka punuar disa kohë në Tropoj si përgjegjës i klubit Valbona, ku ka qenë voleybolli, ka qenë basketbolli, ka qenë gjitha sportet alpinizmi, ka qenë ndër alpinistët e parë shqiptar. Nëse shkojmë mrapa kur Nureddin Seci masën është vendosur në Tiranë, ka bërë disa punë në Tiranë me shtetin atëherë aso kohë, ka ardhur në Amerikë me loteria amerikane. E shoqja e Nureddinit ka qenë me profesion dentiste, me fakultet në Shqipëri, domthon mbarua edhe ajo. Ka ardhur bashkë me 4 fëmijët e vet në New Jersey dhe si çdo njëri ka filluar me punu për të tjerët. E ka gjetë një punë që